Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, krijuesit ton, furnizuesit ton, udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat tona më të mira, më të sinqerta, më të ngrohta, janë për më të mirën dhe më të zgjedhur në gjithë të zgjedhurve të Allahu Taala, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt të tij deri në ditë gjykimit. Të nderuar vëllezër, çdo sen që ka fillimin e ka dhe mbarimin e vet. Edhe ky vit i hijretit po përfundon dhe jemi në xhuman e fundit të këtij vitit. Koha po kalon, jeta po kalon. Ndaj dije se çdo moment, çdo çast, çdo sekond e kaluar në jetën tënde do të thotë një çast, një moment, një sekond më afër vdekjes tënde. E vdekja jote për ty do të thot ballafaqim me të kaluamën tënde. Vdekja do të thot mos me pas mundësi më me ndryshu gjendjen tënde. Vdekja do të thot me shku drejt botës së përhershme, të cilën botë ti do ta merr shpërblimin tënd meritor. Si të ke pas jetë të mirë, e ke kalu me fjalë dhe vepra të mira, do të kesh shpërblim të mirë në ditë gjykimit. Por si të ke pas jetë të keq, me fjalë dhe vepra të këqija, me mos kryer të obligimeve karshi Zotit tënd, urdhëresat se ke punu, ndalesave nuk je largu, atëherë ta din se do të ballafaqohesh me shpërblim të së keqes dhe do të shpërblehesh me të keqe për fjalë dhe veprat e këqija. Koha ka rëndësi të madhe në jetën e çdo njanit prej neve, edhe pse shumica prej neve fare nuk e vëmë veshin çasteve dhe momenteve të cilat na kalojnë për çdo moment. Çdo çast që po e kalojmë këtu është kalim i kohës dhe afrim drejt vdekjes. Çastet të cilat i kalojmë nuk kanë mundësi më edhe një herë me na u kthy. Nëse i kem kaluar me të mirë, inshallah do të ndihesh krenar për to, për arsye se do të shpërblehesh me të mirë. Por nëse i ke kaluar në të keq, s'ke fal namaz, ke bë zina, ke pi alkohol, ke vrapu pas të këqijave, ke përdor korrupsionin, kamatën, ke vjedh, ke mashtru, ke rrejt, ke bë gjana të cilat krijuesi yt nuk është razi, nuk është i kënaqur me to, atëherë ta di se do të ballafaqohesh me këtë kohë të cilën ti e ke kalu me të keqe dhe do të ballafaqohesh me të këqijat e tua ditën kur nuk të ndihmon asgjë vëlla. As pasunia jote, as fëmijët e tu, as familja jote, as kryetar dhe ushtrit, as kush s'ka mundësi me të ndihmu në ditë gjykimit përveç besimit tënd, fjalëve dhe veprave tua të mira. Asnjë dyshman nuk e ki më të madh se sa veten tënde nëse e ke kalu kohën në të keq. Dhe secili prej neve duhet vetëdijsohemi për rëndësinë e kësaj kohe, të cilën Allahu na e ka dhënë dhunti, sikur që do të shohim gjatë ligjëratës, na e ka dhënë kohën e lirë si dhunti të madhe, po shumë prej neve nuk jemi të vetëdijshëm për këtë mirësi të Allahu Taala, andaj edhe nuk e shfrytëzojmë të mira ashtu siç ka kërku krijuesi i gjithësisë dhe krijuesi ynë. Allahu u betun kohën. Allahu Taala tha wal asr, pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Vërtet njeriu është në humbje. Çdo njeri ka humb. Çdo person është në humbje. Për çdo moment që e kalon jashtë adhurimit Allahu Taala ta dim se secili prej neve jemi në humbje. Nëse e ke kaluar në të keqe, je në humbje, për arsye se ka me të ngarku ty. Nëse e ke kaluar kot sa koti pa të keqe, por s'ke bë të mira, përsëri je në humbje, për arsye se e ke humb shkallët xhenetit. Dhe sa nëse e ke kaluar të mirë, vazhdon ajeti dhe thot Allahu Taala, innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Të gjithë jara
illa alladhina amanu, jo përveç atyre të cilët kanë besu, wa amilu salihat, edhe kanë punu vepra të mira, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dhe kanë urdhëruar njëri tjetrin, ja kanë mësuar njëri tjetrit të vërtetën dhe e kanë këshilluar njëri tjetrin me bë sabër në sprovat të cilët janë pjesë normale e jetës përkohshme të kësaj bote. Allahu Teala nuk betohet në krijesat e veta përveç se kur don me tregu rëndësinë e madhe të asaj çështje. Prandaj Allahu Teala na herë u betu në ditën, na herë u betu natën, me natën, na herë u betu me paraditën, wal fajr, wal layalin ashar, pasha ahun e hershëm të mëngjesit, dhe pasha 10 netët e bekume, të cilët i kishim gjatë muajit në të cilën jemi, ku Allahu Teala na e mundsoi që të na shumëfishohen shpërblimet për veprat e mira të cilët i kem bë gjatë këtyne 10 ditëve të para të muajit Dhul Hijja, muajit të fundit të kalendarit islam. Wadduha wal layli idha saja, pasha paraditën, thot Allahu Teala, betohet për paraditën, për cilën kishte thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allahu e ka bë bereqetin në ummetin tim pas namazit të sabat, mëngjesën e hershëm, të cilin mëngjes neve e flajmë edhe namazin ndërun vllazër. Ne e flajmë namaz sabat. Ne nuk dëshirojmë me u zgju falenderus ndaj Allahut që na mundsoi edhe një ditë me lartësu madhninë e tij. Na e mundsoi edhe një ditë me falenderu për dhunti që na i ka dhënë dhe na e dha edhe një ditë mundësi për me u pendu, me bë tëube për mëkatet, lëshimet tona të cilët i kem bë gjatë jetës tonë. Ne nuk falenderojmë Allahun Teala. Asa bukur na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam me bë dua kur të zgjohesh. Edhe me thonë elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Falënderimi i takon Allahut që na dha jetë pasi që na kishte vdek. Gjumi është vdekja e vogël. Sa prej atyne që janë për rreth nesh vdesin duke qenë në gjumë, i mbyllin syt një herë edhe më nuk zgjohen dhe përfundon çdo gjë e tyne. Sa prej tyne kishin pas qef me qenë vendin tonë dhe timin, me i ranë sejdë Allahu Teala, me bo atë që s'u ne kishte bo shejtani mallkum. Dhe ty Allah i të ka dhënë edhe një sabah, ngritu, merr abdes dhe fal namazin e sabat. Pas e tha Muhamedi alayhis salam, mas sabat Allah e ka bë bereqeti që t'jetë në ummetin tim. Riskun ja ka caktuar ummetit tim mas namazit sabat. Kur qilen qarshit të një vllazën? Gjysh në tonë e kanë pas qafën e pazarit që e qunë populli janë, edhe sot e kësaj dite të kisha katolike të poshtë që shkon e deri të për të urën e arastës deri të xhamia që i kanë bet vetëm minarja, si kujtim për zullumin komunist që ja kanë bë shqipfolësit shkije. Komunistat tonë, që e kanë rënu një shtëpi të Zotit për me i knaq shtëpia të armiqve të Zotit. Ka qenë pazari për Prizrenit në atë vend, vllazë. Dhe sot e kësaj dite e quajmë qafa pazarit. Është hap, ka qenë me dyrë. Është hap pazari për Prizrenit mas namazit të sabahut dhe ka qenë i hapur deri në namazin e akşamit. Burrat tonë të parë, muslimanët tonë të parë, nuk kanë pas dyqane për fundi odave të veta. Nuk kanë pas grane për dyqane. E kanë ruajt nderin, moralin e grave dhe qikave të veta. Pazari ka pas vendin e vetë. Dhe kanë dalë në pazar. Nërë për kur është hap vllazën? është hap mas namazit sabat. Kur është mbyll? Është mbyll në atë kohë kur përhapen edhe shpërndahen shejtant. E shejtant shpërndahen namazin me muzgun e ditës, me terë, si të bëhet akşami shpërndahen shejtant. Për e gjinëve dhe për e njerëzve, që në kurzën e qytetit tonë, kur dalin rrëspijat, kur dalin kurvart,
Kur dalin ata që s'falin namaz edhe këqyrin me bozina, me pi raki, edhe me da në për diskoteka dhe kafenet të ndryshme dhe me u trem. Kur vlazën? Qatëherë kur dalin edhe shejtan, qatëherë i kapi për dorë, hajde dorë për dorë na me shku. Ku për shku? Me hupko, me ngarku vetën. Ibn Omar, djali Hazreti Omerit radiallahu anhu, njëherë pas namazit sabah dhe kishte pa djalin e vet, kishra me flejt, si ku shumica neve që bëjmë. Dhe i kishte mshu shkel, ngritu. Në kohën kur Allah i shpërndan riskun ti po m'flen o djali jema. Ngritu, kërkor riskun. Masa në kohën mi s'ka pun, s'ka bereqet. Në kohën mi ka hum bereqeti i punës, ka hum se nuk po jetojmë konform rrugës që na e ka mësu krijuesi. Është Allahu ai i cili e di krijesën e vet. Flan herët, zgjohesh herët. Normale që ti nëse flan në orën 1 natës, ti s'mësh më qunë 5 sabah. Ti s'mësh në orën 6 me dalë në qarshi edhe me qelë qarshi. 4-5 orë gjëmë ke bo. Ama nëse flan mas namazit jacins, që që tash për shembull jacin kur e kemi vllazën, jacin e kemi ndime në orën 6. Hajt 7, 8, 9. Sa të dush vakt deri në orën 6. Sa të dush. Me flejt, mu që me fal namaz natës, me fal namaz sabat, kjo që em të fol, për shumicën prej neve është utopi, masal. Oja, po gabzën diçka që së në bëjmë as njani. Jemi të fol, vllazën, për ato çfarë ne duhet të jemi në mënyrë që të kemi atë çfarë jemi duke e synu, të mirat e dunjas, edhe të ahiretit. S'ka me thonë Allahu të mira, nëse ti nuk jeton ashtu nëse që Zoti yt ka urdhëruar me jetu, edhe pejgamberi yt Muhamedi alayhis salatu wassalam. Nëse jeton ti sipas diktatit të jashtëm të programeve televizive dhe sportive apo argëtuese të ndryshme, e kështu këtë program, këtë program, ti s'mësh më qulla, ja ti s'mësh më zyu. Ti s'un keme shfryzu kohën ashtu si që Zoti yt ka kërku prej te. Prandaj innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Ti s'un keme shiju lezetin e fajrit, agut hershëm të mëngjezit për cilin Allahu bani bej, wal fajr, pasha agun e hershëm të mëngjezit. Që pyetni ata të cilët kanë punu fusha, arat e tyne, kur janë zgju herët, mas namazit sabahut, në ora 9-10, kanë orë në përshpijet e tyne, kanë kry punë. Ti kur që është për gjumi, da në ora 10, që ka që gojën, si krokodil, ata i kanë kry punë. Ata kanë arë. E ty synë mos e që kaq dëbohën, sa të bret kocës e flokë, si ti riqit, ata kanë kry punë, lozë. Pandaj kanë qenë më të shëndetshëm se ne. Pandaj kanë qenë njerëz cilët s'kan di çka është injeksioni, çka janë hapat. Kur s'ka pas ky popull më tepër barnatore se këtë ditë? Kur s'kemi pas? Janë me qinda barnatore vetë qytetin e Prizrenit. Kur s'ka pas ilaçe më shumë, po kur nuk ka pas ky popull të smund më shumë, se cili i smund, se cili me një qyshe, me gjithë të një metë, si të qo me bismillah, hyp kerrit, rrin ka uq, digetronin kështu, tik, as konë si luj me ndru televizor. Kret një metët Allahet, o pe diqka, po më dhem shpina, krahi, koma, kryt, se jam rahat, se jam kështu. Kur gjos kanë pas pleq tonë. Ma kanë jetu konform mësimeve të krijuesit. Prandaj on ka subhanallahu i këshira ata pleq, gazmor kanë qenë, unë i kom rrin pleq, non stop ftyrat e buzëqeshme tyne tu kesh, tu pas pa sherr mohabetin që e kanë pas ndërmjet vetë. Tu mos këshyr me i gjujt njëri tjetrit kunja. Kur kanë shku mysafirllëk. Gjenerata pak më të vjetra që jemi i majmë mend neve kur shkojshim si fëmijë me bo zjaretet, familje. Na kapshin për dorë, shkojshim gëzimi madh, la, po shkem me nejt. Që ta shkon të kush me nejt dikund? Nuk shkon. Ta që këshyri pësa ati, ty, nuk, qka ka arë, son të Championska Ligë, kemi, jo në arë, ta me nejt prish ratin. Son të e kom hyremin, son të e kom filon serialin, atë serial, këtë serial, zdo kërkush kërkon me e pa. Edhe qka themi, jo së mduhet mu kërkush. Bash me një vla një dit, bash edhe sot e pash është në xhami, të më tregoj për ndodhit njerëzit të cilët shiten se s'kan nevoj për ndihmë të dikuj, mi tregoj do tregimin shumë interesant, njerëzit të cilët
thëjnë do lafe dhe si aven veshin, hisë se din se bëva ki qatë lafe për një me mujnë me ndodhë pas në rast të vdekjes. Sa njerëz i kemi një neve, s'kom nevojën për njerëz. Shko mëre se i ka vdek filane që ka bëne zjaret se s'dvin mas në gjenaze, pa kush pa mduhet, 4 t'i kam, bëll i kam. Dhe që përdojt kjo vlo, masene, tha, ja pru zotin këtë luftës me 4 vete që unë vërreza. Erdhe shkijet dhe i thanë, sa më qetri, veç 4. Qo, e ka lutë zotin që qështu. Tjetri që pëthët, tjetri pëthët, valla kur të vdes, ndash me muzik në të më qenë se pallas më hanë. Po vdes ditën e Shingjergjit me muzik derin vërreza për qenë. Se ka mos, kanë dalë shqitësit me shqitë, oho, te kareka, deri sa e kanë që me muzik e kanë që. E ke lyp, po që me muzik të qenë mas në vërreza. Lutu për përfundim të mirë, Allah i ti e përfundim të mirë. Lutu që Allahu Taala me ta ma shpirtin me iman, mos neglizho për kohën këtë dhunti të madhe që ta ka dhënë Allahu Taala. Se thot Muadh ibn Jabal, që e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam në një hadith të cilin e transmeton Imam Tirmidhiu dhe është hadith hasan sahih. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot në ditë kiametit nuk do të lëvizin këmbët e birit të Ademit derisa nuk pyetet për 4 gjëra. Kur del Allah në ditë kiametit, s'ka me hec, ha shkon xhenet ose në xhenem, pa ti pyet ato 4 send. Dita kiametit është yawmul hisab, ditë e dhënies llogarisë. Dhe ti kimë dhon llogari. 4 sende ka me ti pyet krijuesi yt, Allahu azza wa jall. Çka ka me të pyet? Mas pari ka me të pyet për rinin. Ku e ke kalu rinin? Qa kemi thonë Allah në Shadrvan, valla, në kafiq XL, MXL. A qa ke bon? Ku e konti? Qa ke bon? Valla, rinin ka me të pyet. Ku e ke kalu robim rinin? Ta kom pas dhon fuqin, ta kom pas dhon memorien e fort, që ti me memorizu Kur'anin, me memorizu dijen fetare, ta kom dhon fuqin fizike, që ti me punu me fitu. Që ka vonë robjem? Ha? Vëllo që këqyrsha, sa këpuci kom prish të këqyr në i femën, helbeta, mas për mdel. Qëto kime dhe përgjigja? Me po të adin se rinia është prej 4 pyetjeve të mëdhaje që ti do të kërkohet të jep përgjigje. Dhe si cili për neve le të mendoje me të vërtet une ku po e kaloj këtë dhunti që Allah më ka dhonë, këtë fazë. Kjo është fazë e jetës tënde. Dhe faza më e mirë e jetës së njerit është faza e rinisë së tij. Pastaj për pasurinë ka me të pyet Allahu Taala ku e ke fitu dhe ku e ke harxhu. S'ka ti me shtu vetit pasuri haram, edhe me harxhu në haram, edhe me mendu se ku si jap hesab. Ti mundesh mos me dhon llogari. Është e drejtë e jotja. Se se ke ma prej meje. Por krijuesi yt ka me të marrë në llogari vlla. Edhe Allah i ka me të pyet robim, çish e fitove ti parën? Çka kemi thonë Allah Taala? Valla një rëshvet, jem konë pozit, kom marrë një të ndërë, e njëni që qështu e mashtrejsha, ja shqitësha mallin e keq, e pa ta vjetë shefin, se shma pa të dhonë rrugën e mirë, e pa ta bo kështu në punëtorin, e ato, qëfa përgjigje? Ku e ke fitu? Hajtë e ditë që se e fitove me halal, pas e ku e ke shpenzu? Valla në cigare, zote, kom shpenzu. Në cigare? I kom marrë grune dhe qikat, i kom që në deti, po edhe i kom vdesh ati, i kom nëzin ftyren, nëzin trupin, që thënë këta ulqinakt, kur vinë Kosovar, të ne i lojnë 3 sede, i lojnë parën, e lojnë likurën, edhe e lojnë ftyren. 3 sede. Shkon e lojnë parën, shkon e lojnë likurën, digjen qitë kose, qitë kësie, qitë asi, edhe e treta e lojnë ftyren. Dhe besoni kombinin e thellë që plazhet e Ulqinit dhe Durrësit janë prej sebepeve të zhveshjes së femrave tona. Se në ato plazhe ka fillu zhveshja e qikave tona. Aty i kemi mësuar më zhvesh, dhe ajo që është zhvesh gati e tëra, veç që tu pak një paqavër e kalon, edhe poshtë një paqavër, ajo se ka dert edhe në për rrugë mesësht. Dhe keni pa që i kanë shëndru femna tona, rrugët tona në plazhe. Dimën në bo, hala për këtë së verë, hala në miniqa, hala kom të sullak,
të dalë për jashtë. Allahu Teala ka me të pyet ku e shpenzove pasunin. Për çdo cigare ki me dhënë përgjigje. Për çdo gotë të alkoolit ki me dhënë përgjigje. Për çdo tym të marihuanës ki me dhënë përgjigje. Për çdo parë të paguame për zina ki me dhënë përgjigje. Ku e shpenzove robi? Cent për cent ki me dhënë llogari karshi atij i cili të krijoi dhe ta dha atë begati. Pastaj për diturin, Allahu Teala ka me të pyet edhe për diturin. Çka ke bë me dijen? A ke ditë që namazi është farz? Po valla e kam ditë. Po mirë, me këtë dijat ka një mu me fal namaz. A ke ditë ti motër që shamia është obligative prej Zotit? Po e kam ditë. A ke vepruar me dijen konform? Jo. A ke ditë që kamata është haram? Po. A ke ditë që alkoholi është haram? Po. A ke ditë që me shit edhe me shërby alkoholin është haram? Po. Pse ke vë këtë punë? Kur e ke ditë? A ke ditë që ma agjeru është farz? Po. Pse nuk agjerove? Dijen që e ke, ka me të pyet Allah. A ke ditë që respekti i prindit është obligativ? Pse se respektove babën edhe nanën? A ke ditë që emanet i ki e vlat dhe du të më eduku, në moshën 7 vjeçare më jam mësu namazin? Pse se edukove o prind? Dijen, e ke pas? Po. A ke vepru me dijen? Jo. Atëhere të merr në llogari krijuesi Allahu Azza wa Jall. Prandaj ke obligime ka shi kësaj dhuntie të madhe që Allahu Teala ta ka dhënë, edhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, shumë prej njerëzve nuk e din vlerën e dy sendeve. Është begati kohë. Ka thënë pejgamberi alayhi salam, nuk e din vlerën e kohës dhe vlerën e shëndetit. Allah të ka dhënë kohë, ti si i vetë disha. Me po për ty është mundim kur s'ki që ka me ba, në vend se me shfrytzu atë kohë për punë të hajrit, njerëzit tanë e ndin si dhunim, e ndin si mundim të vetës nëse kanë kohë të lirë edhe s'din që me ba. S'po kalon marë dita, ty shumë keq që kjo e dila, s'po dini që me ba. Një me po lodhë në punë, po barë bëdi që ka po bëj, s'po di që me ba. Ky nuk din as me lexu, ky nuk din as me ngu, ky nuk din as me shku me ndëgju një ligjërat islame, ky nuk di as mu shoqëru me një njeri që ja përkujton Zotin, ky nuk din ku kalohet koha. Mësu ky me kalu kohën kotë së koti, në punë të kota. Ose punon, ose rrin s'di që me bo. Ndro kanala, ndro dikure gjun digitronin s'ka met kur gjama s'ka, televizore s'kur gjas. Për këso mundim, në vend se me shfrytzu atë kohë të lirë, se ka Allah mundësi me amar atë kohë, as dilën më mos me pas pushim. Me ta që Zotin një smuje, që ti më umar me smujën tënde, e mos më umar masene me shfrytëzimin asaj kohë të lirë. Ose Allah i narujt me të që në i belan, në gruës e në fmi, dhe ty me të që mu kujdes para ta të smuntit. Ka dhonë Zoti kohë, dije kimetit. Ka dhonë shëndet, dije kimetin, dije vlerën e saj. Ne pa shumë prej neve, nuk e dim vllazën vlerën e këtyne dy dhuntive të mdhaj. Prandaj mësohu me shfrytëzu kohën tënde në vepra të mira, të cilat do të shërbejnë ty në këtë edhe në botën tjetër. Salafus salih, të parët e muslimanëve, ma shumë jenë kujdes, thot Hasan al-Basri, për kohën e ty, nëse sa ju që kujdeseni për parën e juj. Çdo moment jenë munu me shfrytëzu në punë të mirë. Për shembull, Ibn Qayyim al-Jauzi, atëherë e kanë marrë edhe i kanë mprej lapsat e tyre. S'kan pasur sot kimika, ne vallaj na e ka lehtësuar shumë. Atëherë është dash për shembull me marr droja ose me marr pendla, e me ngjyros, me shtin ngjyrë, me mprej, e me shkru, edhe kanë lanë vepra voluminoze me 10 vëllime. E po kur e ka bo këtë punë? Kur i ka ardhe një mysafir, në shtëpi, a i qatë kohë ka shfrytzu me mprej kalema. Hem po barë me ty ma betë, për sëri po i shfrytzën kohë. Se s'ka pas kohë të lirë, që atëhere ka gjetë kohën, të bisedu me një vëlla të vetin, në zjaret, ose ky kur ka shku dikun, ose i ka ardhë dikush,
Edhe ka bë muhabetin, po edhe ka shfrytzu rastin me pregadit lapsa të ri për veprat të cilat do t'i shkruante dhe do t'i linte në shfrytëzim që t'jenë të dobishme për muslimant në përgjithësi. Kudo qofshin ata dhe mas 100 vjetëve, lexohen fjalët e tyre dhe citohen fjalët e tyre në cilat Allahu Teala u ka dhënë urtësi dhe na kanë përkujtuar vlerën e kohës, na e kanë përkujtuar përkujtimin e Allahut Teala. Rregullo kohën. Mos e bën pa ushall. Cakto vetit orar. Cakto vetit një orar. Çka kemë bën nesër? Çka kemë bën sot? Në mëngjes, çka kemë bën? Çka kemë bën në mëngjes, ku më çumi për tit nënën, çka ka me hongër sot? O peçesu, buk bajata. Jo, me këshyr me bën një orar. Edhe me këshyr çdo moment në orarin tënd me shfrytzu, kjo s'do të thotë se ti mos më pas kohë për rekreacion. Edhe për me lut në herë me shokët e tua dhe mu çliru prej stresit të punës. Asesi. Një gjë e tillë ka bërë vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka ditë më thon sahabëve për shembull hecni përpara, edhe vetë Aisha radhiyallahu anha kanë bërë vrap. Kanë nga me kështu kush më të shpejt. Ai apo Aisha radhiyallahu anha. Edhe çefi ka bërë grus, po edhe kanë bërë rekreacion. Apo gjujtje me shigjet, apo kalërim, apo një hobi e kanë pas. Një hobi të halalit, shfrytëzo edhe atë kohë për me rehabilitu vetën tënde prej angazhimeve ditore edhe stresit ditor. Por jo tërë koha me qenë të ti zbavitje. I keni pa mediat e qërrodit me të ne, sa herë flasin për rinin, program rinor, aty kanë me qenë njëzë, veç të lujt, me tingujt muzikës, të i përzi gjinit, tu kesh, tu prek, tu këqyr. Nuk ka program rinor të na dhe diçka më ju qitë në program interesant që ju bën dobi të rinve, që është me rujtë shëndetin e tyne, që është me pas raportet shëndosha mes shokve, që është me pas raportet shëndosha familjare, respekti i triut ndaj vjetit ndaj triut. Kësi programa keni pa, me shkru program rinor dhe me të mësu gjithdo sende. Jo të ne, program rinor është veç mu qërëdit. Dhe mediat kanë ndikim të madh në drejtimin e popullit. I drejtojnë ka e keqja, apo i drejtojnë ka e mira. Dije se çdo këputje kontaktit tënd me Zotin tënd është lidhje, connecting me shejtanin tënd. Kur t'je i lidh me Zotin, i ke këput lidhjet me shejtanin. Kur të këputesh me Zotin, shejtanin e ki në lidhje. Alo, ku je bë frajer? Hajde me mu. Me ty është, non stop. Qëkën gjami, atë bëzë ka vakë që i ri mas 40-ave. Për para të ishin derin 40 vjetë s'ka në gjami, që tash njënë më tha, jo, tash e kanë shty, derin 60 e kanë bëhu. Për para për të shko derin 40, tash jo, tha e kanë shty, derin në 60. Se për din ata sa kanë me jetu, edhe kur kam jo ardhë Azraili me umar, shpirti. Edhe mos gabo me i këput lidhet e tua me Zotin tëndë. Mos tu i vla, s'kam kohë për namaz, s'kam kohë për liber, s'kam kohë për ligjerat islame, se edhe puna është farë, zoq, tonë ditën unë du të me punu. Regullo orarën e punës. Punë, po puna nuk është penges që ti me e falë, 15 minuta, 20 minuta me nda kohë për Zotin tëndë, sa a i ka kërku prej te e kontaktin. Ti i privilegjumi i krijesave të Allahu Teala se Zoti yt po lyp me ty me kontaktu. Allahu po lyp që me tani zonin me fjalt e krijuesit të. Wallahi, të ka nderuar vëlla, ti namaz kur qenë je i nderumi. Zoti po do me të pa. E kur që Allahu në xhami, kur që Allahu Teala se ti po e lartëson atë, po e përkujton atë, fadhkuruni adhkurkum, Allah i thot përkujtoni mua, ju përkujtoj juve. Atëherë Allah ta den se Allah ka me t'i shtu të mirat, ka me t'i dhënë dhuntit e shumëta, të cilat ti ke shumë nevojë, qoftë shëndetin tënd, qoftë familjen tënde, qoftë në riskun tënd, çdo të mirë ka me ta shtu dhe çdo bela dhe të keqe ka me ta largu. Pse? Se thot Allahu Teala, ky po më përkujton, përkujtoj edhe unë. Ky ka lyp prej meje, ja, më përkujtoni në mirësi, ju përkujtoj në vështërsi. Hadithu
Ka thënë Allahu Teala, përkujtoni kur t'jeni mirë, ju përkujtoj juve kur t'jeni keq. Nëse se përkujton Zotin gjithmonë veç kur t'jeni zormi që durtë. Kjo nuk ka sifat i besimtarve të sinqert. Prandaj kohën që Allahu Teala ta ka dhënë si dhunti, dhe tha pejgamberi alayhis salam ihtanim khamsan qabla khams, shfrytëzoj 5 gjona para 5 tjerave, mesin e tyne e përmendi, shfrytëzo kohën para se të angazhohesh me diçka tjetër. Shfrytëzo atë kohë. Kohën boshen maksimum vlla, shfrytëzo që të jetë në të mirën tënde. Për arsye se ka thënë pejgamberi sa edhe xhenetlit edhe xhenemlit janë peshman ditë gjykimit. Xhenemlit që janë peshman i dim ja Rasulullah që pendohen. Po xhenetlit pse më kanë peshman? Kemë ra peshmanit, kemë thënë pse kur e kisha atë moment të lirë, pse su mora me punë të mirë, që me ngrit shkallët e mia në xhenet. Xheneti është 99 shkallë. E 100 për Muhamedit alayhis salam, 99 për rob tjerë. Dhe largësia mes shkallëve të xhenetit është sikur largësia mes tokës dhe yjeve që i shohin. Dallon edhe në standard, edhe në mirësitë e saj. Prandaj kur të lypni, ka thënë Muhamedi alayhis salam, lypni Firdaus el A'la, lypë Firdausin, xhenetin më të mirë. E kjo nuk arrihet vëlla pa punë. Shpërblimi i madh bëhet me punë të madhe. Shpërblimi i vogël bëhet me punë të vogël. Investimi i vogël, fitimi i vogël. Investimi i madh, fitimi i madh. Blen kerr të shtrajt e shet më shtrajt. Blen kerr të lirë e shet më lirë. Investon 100.000 euro në shtëpi, mund 120.000, 20.000 mund do të më fitu, nëse e shet. Po investon 1 milion për banesa, për nxjerr 1 milion e gjys, 2 milion, se ka investu shumë, ka marrë shumë. Ke investu pak, 20 cent e ke ble 1 cent, 30-40 cent për shet, 20 cent ke fitu, pak ke investu, pak ke fitu. Dhe ti me pak pun po lyp shumë. S'ba të vllazë, se nuk e rrok logjik. Por e pakta është e jota që veç me fjalë, edhe me punë, të thjeshta në dynjë, Allah e shumë po të shpërblen në dynjë. Po, në këtë kontekst është që me pak po fiton shumë. Ma me gjithat, ke dhonë diqka pre kohës tënde, pre pasunisë tënde. Ke dhonë zeqate, ke shku në haqe, i ke ndihmu një fukarase. E Allah ta kompenzon edhe në këtë edhe në botën tjetër. Që në hadithin e pejgamberit alayhis salam, lufton e fukarallëkin me haqillëk edhe me umre, për dhëtë Rasulullah s.a.s. edhe me zeqat. Ku në logjika? Logjikisht, kur ta hek pasunin, du të me të paksu pasunia. Me po, hala nuk kem dëgju. As këtu as tjetër kënd, që shkojnë haq u bo fukara, përveç se i ka hec për para. Mesele. Hala as kem një haqi, shkojnë haqillëk, valla pesi, shkojnë haq këj prrë të poshtë, hupi kret. Allah i veç i ka dhanë, edhe ja ka shtu. Kur nuk e kanë di fukara lëkën, se i ka premtu Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Allahu, një pasuni që e ke shpenzu në rrugë ti, ta kompenzon shumë fishin edhe në këtë, edhe në botën tjetër, insha Allah, sa ajo është krijuesi ynë. Qysh me shfrytzu kohën, vllazë? Qysh me shfrytzu kohën? S'po di tash ç'a më bë unë, hoç tamam, po të kuptoj ty se është e rëndësishme koha jon, dhe këtë kohë me çka ta mbushim, me atë do të shpërblemi. E mbushim kohën e lirë, me të mira shpërblemi, me të mira mbushim, me të këqija shpërblemi, me të keqe. Unë atëherë çka të bëj që me pas mundësi me shfrytzu kohën si duhet? Në një vëlla llogaritë vetën shpesh. Për çdo ditë, mos harro një herë vetën me pyet, kur vjen akşami, ke ardhur në shtëpi, e kthy prej punës. Kape një herë vetën, edhe këqyre sot ku e kalove ditën. Çka ke bë sot? Ai ke fal namazet ditore. Ai çun sabah në drekë 100 akşam leci, ai ke kry. A ke bën ai haram? Nëse ke bë haram, ke mundsi, alaje në jetë bën tob, kërko falet Allahu Teala. Ne po për çdo ditë merë vetën në pyetje. E kanë pas turqet një do leu hajqit në përmure, ka qenë përkujtuese të mira. Bugin Allah që në japtën, sot çka bone për Allah? Bënja vetit, shkruje me një qoshet shpiz, shkruja vetit, sot çka ke bo për Allah? A çka ke bo për Allah? Mendoje, çka bone për Zotin tënd, si cilën dim? A i nove Allahin sot, apo e knaqe Allahin? Qysh ke vepru me Zotin, Zoti ka me vepru me ty.
Si ta ke kënaqë Allahin, Allah i ka me të kënaqë ty, në këtë edhe në botën tjetër. Si ta ke idhnu Allahin, ta din se Allah i ka me të idhnu vëlla. Edhe në këtë, edhe në botën tjetër. Allah nuk ka me të lanë që ti me idhnu, a e ty mos me të idhnu. Mund me të avanu, mund me të dogë, se ti po bën zina, biznisi po të shtohet, kjo edhe ajo e mirë, por ka thënë ulemaja nëse e sheh dikënd, Ibn Qayyim el-Jauzi thot, nëse e sheh dikënd që Allahu po jep dhuntit kësaj dunjaje, ai po vazhdon me mkatu kashi Allahu, ta din se Zoti është e përgatit me një dënim të madh. Sa biznismenin e kemi pa që ka marrë kamata, ka prek harame, ka bë 2 vjet, 3, 5, po vozit Mercedesat shtret, Jeepat shtret, shtëpit mirë, edhe në fund të poshtë. Allah i pelen njëre, pelen. Sigur kasapi që e le lupën me hongër, në, që ka që bëhet lupa, që tash bismillah, që tash u ka trash, e pret, që shtura bëllale minit pret, Allah. Të len haram dhe ti e mashtron vetin, hajtë se mirë jem super, kur se më konë ma mirë. Edhe pas e për një moment të rëzën që më konë goditja ma madhe. Me të hup 1 euro nuk ka problem. është me të hup 10.000, 100.000, a i veç Zotit i rujt mend. Ato janë goditje shumë të rënda mësni. Pastaj e kap kryt, qa bona, e mora vetin qaf e fëmijët në qaf, ajo ta din se ka qenë dënim i Allahut Taala. Prandaj mundohu me e llogarit veten tonë për çdo ditë. Pastaj ne eduko veten me pas ambicie të larta. Mos u kënaq me pak. Njëri, sikur që ka për dunia ambicie të larta, synon rrokë të madhe, synon shtëpi të madhe, synon gjep kert të madh, synon çdo send të madhe, synon edhe punë të mëdha për punë të ahiretit. Mos synon sende të vogla. Bona sa çet punë, si unë kërkosh. Jo, vepro edhe synon vepra të mëdha në mënyrë që inshallah bile spaku i arrin të voglat. Mos u shoqëno me njerëz të cilët e kalojnë kohën kot së koti. Po përkundrazi, shfrytëzo kohën në shoqërimin e njerëzve të mirë të cilët ja dinë vlerën e kohës. Shiqo pak rrethin vëlla. Shokët e tu këqyri, kush do ta humb kohën? Prind shumë mirë e din këtë çështje. Prandaj ja u kontrollojnë prind e devotshëm, prind e ndërgjegjshëm. E din shumë mirë kur fëmijë i tyne nuk e ka shokin e mirë, dhe sa heri kemi një prind të thonë, vallahi mund qaf filani, pesi ka nis, mu shoqënu me ta, jam sej cigarën, jam sej drogën, jam sej rakin, jam sej zinan, jam sej rrugë të këqia, se shumë mirë e patëm djalin, po aje mund qaf. Se ka thot pejgamberi alayhi salatu sallam, njëri është në dilin e shokut vetë, prandaj shqeqoje se cili për juve çfarë po shoqëron. Kjo hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kënd po e shoqëron këqyre, ka thot pejgamberi alayhi salatu sallam. Se shoki të men qaf, shoki të ngrit, shoku të poshtron. Koha shumë shpejt kalon. Dhe këta shok, në ditë kiametit, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këta janë armiqt më të mëdhenj të njëri tjetrit, shok të interesit haramit. Në kësaj bote janë armiqt më të mëdhenj të njëri tjetrit të gjykimit. Andaj shoqërohu me njerëz të mirë, shoqërohu me njerëz të cilët ty kanë me ta mësu hajrin. E sheh një shok në klasë, fal namaz, shkon në për ligjërata islame, e sheh se ky nuk po e humb kohën, nuk e sheh në për kafiqe, në për harame, në për zina, është njëri që e ka dert kohën e vet, ruhet prej haramit, atëherë shoqëro me këtë vëlla. Se sherr nuk i sheh. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, shembulli i atij që shoqërohet me nirin e mirë, është sikur shembulli i atij i cili shkon në parfymeri. Edhe nëse nuk vlen për parfymit, spaku del me erë të mirë. Dhe sa shembulli i atij që shoqërohet me shok të keq, ose si shembulli i atij që shkon te farkatari, te kovaçi, edhe nëse nuk merr prej hekurit, nuk blen hekur, merr erë edhe xixa. Erë të keqe. Edhe xixa, mund djeg teshat. Andaj ti shoqërohu me të mirin që i vjen, edhe era mirë edhe punën e mirë. I ka fjalët e mira, fjalët e buta. Nuk është shok që kur qeh ty të ofendon, unë po habitem vllazën me rinin e sotit, kur po i shoh në për rrugë, çfarë fjalorit fliqt kanë ndërmjet vetë. Vallahi po habitem, dhe çfarë bot kuptimi i shokut është kur njëri tjetrin e shohin, ku je banon, ku je betezën, majmo, motra ty, ky zgardhiet nëna.
A ja shan motrat, ja shan nanën, ja shan tezën, ja shan kret, ose ku jeve kalibe, o të lume, ku jeti kështu, ku jeti, ky kujtën se shok e ka njërin i cili ofendon. Ç'ky është shoka? Ky nuk është shok, vëllazër. Se prej sunetit është me e thirë njërin me emrat që ai dëshiron me i një ato emrat, që i dën ato emrat. Thire shokun tënd me emra ledhatus që ai ka qef me i një. Që ja bën qefin. Ku jebe gjenibe, po ku jebe bukurëshbe, valla car jeti, kështëne je, ose ashtëne, që me i dhonë kurajo me vazhdu shoqërimin me ty. Po mos e bën hiperbolizimin edhe me rrit bosjeja, frajereja, Don Juan, këtë femnat për rateje, më rrit mendën për të keq. Dhe foli emnat të mirë, jo për me shti për të keq. Valla carje, kush, cërtë smërtë së të bonë se di bab peshtrin për toke, më rrit hala për të keq mendën. Për kundrazi, thire me emnat të mirë që me qenë sebeb që atane me vazhdu me të mirat e tyne. Pandaj, shiqo si ka thonë një poet, nëse jeton me një popull, shoqërohu me të zgjedhurit e tyne. Mos shoqëro të poshtrin se bëhesh i poshtër, mos pyet për një njeri, por pyet për shokun e tij. A thot popullit e ne, mos më kallëzo kush jemi, kallëzo shok ka e ki. Mos u shoqëno me të poshtrin se bëhesh i poshtër. Mos më kallëzo ti kush je, shok të këqyrja. Mos të thote, qëre, unë e kom fakultetin, unë e kom kry me që kaq nota, unë e këshyra shok njëre, shëqnin qëfar i ka? Me ko shëqnohet ky? A i ka njerës të rrugës hajrit, apo i ka njerës të rrugës shërrit? Se njëri që shto vetë vla, let e pranon shëqnin e ati që përngjason me këta. Si t'jenë brendësi i mirë, ti s'u në dorën të keqen, ti pianicin s'u në dorën, drogirashin s'u në dorën, ti zinaqarin s'u në dorën, ti rëndësanin s'u në dorën. Për shembull neve kur na pyesin dhe një herë, a bën mu shoqënu me zinaqar? Jo ma larg se dje e patëm një pyetje për një vëlla telefonat. I tham, këtë varet për gjendjes tënde. Nëse shoqërimin tënd ti je jaft që atën me mund me largu prej rrugës keqe, shoqëro për një periudhë kohore dhe mundohu me largu. Por nëse po shoqënohesh ai është hajgaregji dhe po ki qef mu shoqënu me të nëse ai ka femna të mira, ti po shoqënohesh me femna të mira, largo prej këtij shokut se ka mundësi me të shtin bataklëkin e njëjtë sikur që ka ra vetë. Andaj mundohu me pas shok të mirë dhe largoju shokve të këqin. Po ashtu merr vlla edhe shiqo gjendjen e muslimanëve të parë, dietarëve të parë, gjendjen e atyre muslimanëve të mirë. Si e kanë shfrytzuar kohën ata? Që për shembull gjendjen e Omerit radhiyallahu anhu. Omeri tregon, po dhe sahabët tjerë tregojnë, se po do me përfundu, tregojnë. Çka tregojnë? Thënë shkonim me punu dhe e qënim një shok tonin ose kojshi tonin me shoqëru pejgamberin alayhi salatu wassalam. S'kishin qare pa e punu tokën për me fitu riskon, por donin maksimum ta shfrytëzonin kohën dhe çfarë bënin? Merrnin e dërgonin dikon prej të afërmit me vet apo shokëve të vet që të shoqërohen me pejgamberin sa dhe kur kthehen mbrëmje ja tregonte këtij se çfarë kishte thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E sot i ki mundësitë e shumta me pas hoxhan me veti. Sot për shembull për internetit që kërkon programe shtin vesh. Je sigur 33 tona që e shoh me MP4 shecin edhe kryte luajn, tungu muzika kot së koti. Merr dëgjon një ligjëratë të cilat ty ka me të bë që me t'i quajë ndjenjat dhe vlerat e tua fetare. Ajo veç kot së koti me kalu dhe me ushqy epshin tënd, ndërsa me anash kalu shpirtin tënd. Prandaj mundohu me shiqu të partë. Që kanë shfrytzu kohën? Dhe ti shfrytëzohet në njëjtën mënyrë vëlla. Në autobus po shkon ki me udhëtu, je student, shtit diçka dhe kalo kohën me dëgjim të një ligjërate të hajrit apo Kur'anit, të dëgju fjalë të Allahut apo gjëra të tjera të dobishme. Apo me leximin e një librit të mirë. Se një prej vendeve më të poshtra te ne në Kosovë janë autobusat publik. Autobusat e relacioneve qytet-qytet. Të mysin, të shurdhojnë me fllitësina. Unë si di, Ministria e Transportit duhet me marrë masën ndalimin e kësaj dhune psikologjike që është duke ju bë qytetarëve të Kosovës. Si ka më në ahengjat me t'ingu muzikat e tua.
Njëri vjen për spitalit, për shembull në Prishtinë kalon një smun, apo ka problem me provimin, apo ka këtë problem me borxh, apo me biznes, apo me shëndetin e vetë së është mirë, apo i ka brenga tjera, ka mërzinë e gërbeqive të vetë, dhe du të me hinja atyne dhe dikush mja dhunun psikologjinë e ti me muzika tërli, edhe me flisina, me femna cilat fare nuk kanë vlera të moralit, andaj dalin njerëz të pa moralshëm dhe thënë e komasish filonën, me emna, me mbi emna, vëshini? Edhe masë nësë për mundet as njona me full. E sundel me full me thonë, jo, se e prek para televizorit, e masë në kalzon dikush të ato që i ke prek e ka fshin që tërkush për para. Me kësim demoralizimi, me kësi amoralitete nuk edukohet një shoqni. Për kundra zi, që edukohet dhe për hapat amoraliteti. A përshini femnat tona, që tash, këshënin e për portalet e internetit, se qikat e gërbeqive tonë, po dhe qikat tona, hiq mos shkonit të gërbeqit tonë. Se si bëjnë qëfar klipe, bëjnë, e se qëfar fotografi bëjnë, e qëfar manekenka nudo, të zhveshura, të tëra. Edhe lavdrohen, kalon me filan spërtisi, filan përtjerin, bënë këtë zina, atë zinazë, e qikat tonë. Një vlla për Suedis për më thirë një ditë për më tregon, subhanallah, qëfar gjende kanë arrit me qenë gërbeqit tonë, për qaj bërlogu jeshtë edhe që të ne, edhe të ne ka që si bërlogu, qika është registru në fakultet, qika e gërbeqis tonë, dhurata dhe që api blenë baba vlazën. Një paket kondoma qikës pja blenë. Parajt këtë fakulteti bi që një paket kondoma. Apo për bekesh është. Kjo gjendja, që se kanë më dert njerëzit të ne. Se rinia jonë nuk pe ka dert më me ko ka hec femna e ti. Jo, rinia jonë dert më nuk e ka vlazën. Raf që ka bo. Vesh më sta dora 4-5, për 2-3 dur, s'pënin. Pasha Allah në vlazën 3. Juve për drejtohëm, leni këtë bërlok të femnave. Nëse ju i lini femnat të cilat, se mëse përthejnë hoxha po fële. Me po janë të bo punë të fleqta. Këto që kanë bo punë të fleqta të zinas, këto raspia dhe kurva, gjdo femën, që bon akt intim, pa një qa, pa kuror, si pas dispozitat islamit është raspia dhe kurv. Këto leni, dënonin këtë forë, të i lanë si meqkat e sokakut. Leni. Këto nuk mund me qenë edukatore të qikave të juja dhe djemve të juj. To s'mund me qenë gra besnikin dhe juve. Këto kanë trahtu zotin e tyne, kanë trahtu prindin e tyne, këto juve ju trahtojnë nesër. Sikur që po dëgjojmë raste. Kur shkon të nana dhe në ora 1-2 natës ja bjerë frajerin, shpit nanës, se i ka qelca. Burri e di ka shku në nona, gruja me flet, ajo bën zina me ishin, se ty s'ka pengu, që tërkush e ka pas kodin para teje. E ke marrë dekodume, qelme, bëjrëm. A është e rasisht me virginitetit të femnat vlazëna. Allahu Teala e kalon për me ditë cila ka qenë ndershmja. Sa mediat e qoroditme dëshirojnë në e paraqesin femnat cila s'ka rujt këtë shetë ndershmërisë së saj, që është prej natyrës femrore që Allah e ka kriju me pas këtë kod. Dëshirojnë në e paraqesin se jo nuk matet morali i femnës, a ka hec me atë apo atë frajer, a o qenë me këtë ose atë frajer. Kush zënë e marteset e juja, mos mirë një femna të cilat qëtër kush i ka përdor para juve. Dhe po merë një femna të dëvëqme, fadhfar dhe të din të ribet jedek, tha pejgamberi sa merë femën e cila ka din të lumshin durt. Lini për logon jashtë, le të mbesin, le të dihen se janë ato të cilat janë kënd keq përdorme. Nëse ju kanë rrejt dhe i keni martu dhe ju kanë dalë keq përdorme, shoni si për logu, qip një jashtë. Kështu kanë qenë babalar tonë dhe gjyshna tonë, dimnjeve për para. Kur është shu një femën për i burit, ajo femën mos ka mund me ma për vetë se në i burë dhe janë me 3-4 fëmijë, se është ditë se kjo ka qenë e amoral shmja. E jo, pranim, a gum rezervë për do këtë vetja jo të vlajria.
Tjetër kush për përdor dhe ti po e merr po e vendos një gum të kerrit po e lyp 3 me vun, ti po merr femën të përdort. E cila ka me qenë nesër edukatore e fëmijëve tu. Larg këtyre femnave. Merrni femna të devotshme, merrni femna të cilat kanë pas dert me rujt veten e vet dhe me dorëzu veten e vet vetëm në rrugë të halalit për babën e arshëm të fëmijëve të vet. Se thot Allahu Teala, zinaçari shkon për zinaçarën. Zinaçari, kurvari me kurvën shkon. Besimtari e merr besimtarën. I moranshme merr të moranshmen. Ka lujt bisht, hec. Tek atëherë, vllazën, nëse me të marrë vesh çfarë meshkuj çorroditëm i kemi, çfarë çurrona i kemi rinin ton. Dhe janë i riu thotë e kom përdor, peshon krat tjetër kuj, ky i dy disi me llorat ez me to rëbada. Tjetër kush e ka përdor. Ata me fara prej largët të ja bën njëri tjetrit mësene. Sonta po vjen, hajde mësene. A çaq poshtë ke ul vetin vlla. A veç për shkak bukurisë të trupit saj po mashtrohesh dhe po bëhesh rezerva. E ka përdor dikush si leck, e kalon, e ti po shkon pja merr dikuja. A e merr mendilin e dikuj që i ka fshi qyrat me fshin edhe një herë ti ato. A e merr vlla? A e merr dikush që ka hongër me të njëjtën lugë, e kalon e ti me marr lugën e tij edhe me hongër. A e merr? E po gërditet njëri prej vllajt dhe motrës vet, prej nanës dhe babës vet, e s'po gërditet që tjetër kush ka shti lugë të një femën dhe atë po do me e marr vlla. Nëse e bën këtë punë, ta din se ti je i poshtri. Ta din se vlerët mash një lëkit skiti si e burr. Ti e burravec. Ti ert moralit s'ki, ert burnis nuk ki. Ti e njeri i troshave. Ti kursun bën një punë, tamam. Se e mësu që të kush me ta përdorë dhe me marë sendin. E përdort. A dhe për hir të Allahut, lini femnat e përdorta. Nëse i ka përdorë tjetër kush. Lini. Let mbesin si me qka rrugve. Tek pastaj të shofim se si do të rehabilitojnë ato vetën e tyne. Levizjet e shumta në perëndim janë për rujtjen e virgjinitetit. Ka levizje fetare të mbesin e krishterëve që e lypin me rujt virgjinitetin, tash po duhet neve me bë levizje të tilla mesin e muslimankave tona. 92% femnave për shembull, këtu te ne ende s'është bë statistike poshtë në Shqipëri, 92% të femnave të shkollave të mesme në Shqipëri kanë deklaruar që kanë frajer. 92%. Se jam e larg neve prej matan kufinit. Andaj rinia e din fort mirë se çka po duam ju thonë. Se jam të i pa në përqoshe që ka janë duke ba. Andaj ato nuk janë të vlefshme për ju dhe për fëmijët e juj. Allah na mundsoft me shfrytzu kohën si duhet vëllazë. Ne kemi shumë, po koha është e tillë që duhet me ndërprej. Allah na mundsoft inshallah me shfrytzu gjithmonë këtë kohën punë të hajrit ya Rabbi. Allah na mundsoft inshallah me shfrytzu kohën gjanat që e bëjnë razi e kënaqin Zotin ton dhe pejgamberin ton. Allahu Teala na largof për shoqënisë të keq. Allah na largof për grave dhe burrave të këqin. Allah na dhasht evlat hajrit ya Rabbi. Allahu Teala na dhasht fat të hajrit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.